një zgjidhje, kërkohet zgjidhje në tana dimensionet pa u fokusuar ose pa u kufizuar në çështje të caktuar. Sa i përket presidentes Osmani, unë mendoj që ajo pozicioni i saj tashmë është edhe më i vështirë se sa ka qenë para zgjedhjeve. Tash ajo ka dalë, është mat, e ka pa sa është forca vet, sa është e partisë vet, edhe mendoj që do të ketë edhe partia e cila nuk atëherë vërtet s'ka pas arsye për të mos e votuar. Tash kur zonja Osmani ka dalë ashiqare dhe është ballafaquar në një proces zgjedhor, është matur me ta, është ballafaquar në një proces zgjedhor me ta dhe është pasi një kundërshtar e tyre, tash gjasat mendoj që janë akoma më të vogla që ta merr mbështetjen e partisë politike, lëvizjes vetëvendosja dhe aleatëve të saj të cilët janë kuvend si funksionojnë si koalicion. Qartë për ju, zotri Gjinali, cilën e shihni si zgjidhjen më adekuate të këtij momenti, nëse flasim për një bashkëpunim, a duhet shembull bashkëpunim vetëvendosje LDK në këtë rast, meqense se po flasim për zonën Osmani, a duhet insistuar që ajo të jetë kandidatura zyrtare e LDK-s? Lidhja Demokratike e Kosovës, duke përcjell emrat e dy kandidatëve përkatësisht për President të Republikës dhe Kryeministër, paraqiti në një model transparence përpara publikut, pikërisht atë që kjo parti mendonte që nesër mund të